një propozim do ta bëjnë këto deputetët e PS-s, në Sara Mila ose Zeqineja, që te monedhat, te prerjet 100.000 lekëshja, 50.000 lekëshja, kryesisht të vendoset fytyra e Edi Ramës, sepse kur ndonjëherë në historinë e përdorimit të lekut në Shqipëri, leku nuk ka qenë kaq i fortë sa që është në sundimin e Edi Ramës. Pra i ka thytur rit monedhave më të fuqishme të botës, dollarit, euros. Kështu që e meriton Edi Rama që të ketë në prerjet, sidomos ndo dy prerjet kryesore, ke 100.000 lekëshe dhe 50.000 lekëshe, ke 100.000 lekëshe të vejnë fytyrën e Edi Ramës, te 50.000 lekëshe të vejnë fytyrën e Belinda Ballukut, te 5.000 lekëshe të vlen atë, te 20.000 lekëshe të vendosin Blendi Gonxhen, te 10.000 lekëshe të vendosin këtë Mirela Kumbarën, ke 5.000 lekëshe të vendosin të di po e them kota që të vendosin Zeqinen, te 5.000 lekëshe, dhe te 2.000 lekëshe, më e vogla, do haja që është kështu, ke 2.000 lekëshe të vendosin Erion Braçën. Sepse kur leku nuk ka qenë ndonjëherë kaq i fortë. E ka thënë edhe Edi Rama sot, kishte dalë aty dhe thotë që në një takim që dyfisho sipërmarrjen tënde, se kështu i ka gjitha ky dyfisho sipërmarrjen tënde, ha shqip, ble shqip, ndërkohë prodhimi bie, ta bëjnë propagandë ha shqip, ble shqip. Sipërmarrjet falimentojnë, këta dalin thonë dyfishoje sipërmarrjen tënde, pra takime 100% propagandistike, sepse leku në Shqipëri në realitet nuk është forcu, sepse nuk është monedha jonë, monedhë që ti thojnë të rritë monedhave tjera globale, por ka euron e ka zhvlefsu droga. Fal këtyre emrave, Ramës, Ballukut, Zeqineve, Sarave, Kumbarove, Braçeve, gjitha, fal politikave të këtyre, fal qeverisjes këtyre, ka aq shumë para droge në Shqipëri, e cila vjen me euro ose me dollar, se këmbehet me monedha të huaja atje, sa kërkesë oferta këtu e ka zhvlefsu fare. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe, për cilën ta kanë meritat veçanta. Mund t'i vjen atë që s'po gjeja dot unë kujt ja vjen, mos ja vjen atë Kumbarën, po t'ja vjen këtij guvernatorit atë Kisejkos, t'ja vjen 80.000 lekësh, se kishte dalë sot ky dhe kërkonte edhe imunitet për arrestimin, mos arrestohet. Pra të ketë imunitet siç ka kryeministri, presidenti, deputetët, ministrat. Sepse nga doli kjo, hajde ta shohim tani, po edhe shkon Rama te ky takimi dhe thot atje që forcimi i lekut është sukses për ekonominë shqiptare, është tregues kokfort i rritjes ekonomike. Na jemi vetmi vend në Europë, në rajon, që kemi rritje ekonomike, s'kemi prodhim. Pra rritja ekonomike nuk do të thotë në shifra, nuk do të thotë mirëqenie për popullin. Na kemi varfërinë më të madhe në rajon, jemi populli më i varfër në rajon, më i keq ushqyeri, më i papuni dhe më i pashkolluari. Edhe gjitha këto janë fal këtyre udhëheqësve të mëdhej që i kanë thytur rit euros edhe kanë fuqizu lekun. Kjo kështu thot Rama, po ç'a thon dhënat, është mat inflacioni prap nga Eurostati, që ka dalë gati i lloj edhe me dhënat e Instatit, me indeks të harmonizuar të çmimeve të konsumit, edhe në qershor, pra të këtij viti në qershor, janë rrit çmimet me 3.2%. Ushqimet janë ato që kanë rrit kostot, qirat, që janë rrit çmimet, transporti, po i shoh me radhë, bile të lexoj me radhë,
faktorët kryesor të ndikimit më të madh në rritjen e çmimit ishin ushqimet, qirat, uji, energji. Pra rritja e çmimit të ushqimeve, frutta, perime, vezë, qumësht, mish, bylmet, gjitha. Rritja e çmimit të qerave, kanë shku qerat në qiell. Uji, faturat e ujit, faturat e energjisë elektrike. Sipas publikimit të fundit, kontribut kryesor në rritjen vjetore të çmimeve në muajin qershor e dha grupi ushqime dhe pije jo alkolike. Pra nuk po flasim për gjëra qefi, për pjanecët, por po flasim për të mbush barkun me bukë. Plus 1.02 pikë përqindje me një rritje vjetore 2.9% pasuar nga grupi argëtim, sport dhe kulturë. E heqim kulturën se këtu se kam me një për kulturë, për argëtim, për të shufmit në për lotrat, e për të pa në ndeshja se në i gjë. Janë rritë edhe këto çmimet e këtyre. Restorante, shërbime, akomodimi kanë dhënë dhe këto një kontribut, pra është rrit edhe tek këto çmimi. Transporti është rrit. Shërbimi arsimor, kujdesi personal, mbrojtja sociale, ato pak që ekzistojnë. Pra, ushqime, pije alkolike, duhan. Pra e para është ushqime dhe pije jo alkolike, e dyta është pije alkolike dhe duhan. Pra janë gjitha me rritje, veshje dhe këpuc, qirau, ujë, energji, elektrike, gaz dhe karburant. Karburanti më këtë vit na ka thënë mes. Mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje, shëndeti, transporti, informacioni dhe komunikimi, ajo që bëra dje për Vodafonin edhe për One-in, që na e rrisin, na rasin me çmimet në qiell. Argëtim, sport, kulturë, shërbime arsimor, rriten çmimet e librave, rriten çmimet e fletorave, lapsave, stilolapsave, kush ka fëmijë në shkollë di këtë gjë që rriten vit për vit. Restorante dhe shërbime argëtimi është rritë edhe kjo, 0.56%. Sigurime dhe shërbim financiar, pak, 0.03%. Kujdesi personal, mbrojtja sociale dhe mallra, 0.12%. Pra ka vazhdon një rritje e papare, e pandalshme të çmimesh, ndërkohë që Edi Rama thotë, na kemi lekun më të fuqishëm në botë, është rritje kokë fort, thot, kur këtu hyn euroja me thas, hyn euroja me çanta, shpërndahet në për ekonomi, kryesisht në ekonominë e ndërtimit, materialeve ndërtimit, se këtë e bëjnë kryesor, ata e bëjnë prona, dhe e ka zhvlefsu euro. Prej zhvlefsimit euros, tu janë mbyll qindra vende pune, nuk po them se nuk e di ndoshta s'është qindra mira, po qindra vende pune. Pra mbyllja e qindra vendeve pune nga industria e fasonit, qindra familje që kanë dalë pa punë. Prej këtyre, pra se është rrit ekonomia, thot Rama. Dhe jemi më mirë se ç'ishin. Kështu është situata në Shqipëri, muaj pas muaji çmimet vazhdojnë të rriten në mënyrë të pandalshme. Euro zhvlefsohet, duke u zhvlefsuar euro, nëse më përpara po flasim për emitanca, tani po flasim për këta matufët që kanë fëmijë jashtë dhe i majnë fëmijët me të hëngë me të pi dhe ata bëjnë në për Facebook-e, edhe në për rrjetet sociale, kam fjalën për pensionistat, trushplarët që janë akoma me partia. Nëse përpara, para 8 vjetësh, para 10 vjetësh, 2-13 vjetësh, fëmijët ju sillnin 100 euro nga jashtë, edhe 100 euro bënin 120.000 lek, më e pakta 130.000 lek, sot 100 euro që ju sjellin fëmijët ju bëjnë 93-4.000 lek. Pra 40-50.000 lek më pak. Vetëm kaq duhet ju mjaftojnë për ta kuptuar se në çfarë krize jetoni
në çfarë varfërie jetoni, në çfarë mirimi jetoni, dhe që një monedhë që ka tjetër vlerë për fëmijët tuaj që punojnë jashtë, që rropaten gjithë ditën, pra 100 euro në Itali është 100 euro, kur vjen këtu për t'u dhënë një mbështetje ju është 93.000 lekë të qelbra. Po mendojeni më shumë, mendoje gjatë gjithë vitit se sa para humbisni ju, pensionistët, nga djersa e fëmijëve tuaj që u çojnë para për të ble ilaçe, për të ble ushqime, se s'keni me çat hani, se s'u del pensioni. Dhe shkoni votoni qorrazi partia atje, dhe ju vin sa para ju vin këtu nga paratë e tyre. Sepse këto para i ka zhvlefsu, nuk është forcu leku, po i ka zhvlefsu lirimi i paras drogës për të hyrë në Shqipëri. Paraja e zezë hyn në Shqipëri, edhe e mbyt edhe atë para që u çojnë fëmijët juve për të hangë buke, për të ble ilaçe. Vazhdoni, jepini rroft partia.